Që nga kurriku I vitit 2022, objekti I Teatrit Kombëtar të Kosovës është mbyllur për t'ju nënshtruar një renovimi të përgjithshëm. Por vetëm me 2024, Ministria e Kulturës arriti të përzgjedhë kompaninë punëkryese dhe në shtator të atij viti nisën punimet për restaurimin e objektit. Aktualisht I gjithë objekti I Teatrit Kombëtar është shndruar në një punishte dhe aty shihen edhe makineri që po përdoren për renovimin e hapësirave të ndryshme të objektit. Jehona Shyti, drejtoreshe e Departamentit të Kulturës në Ministrinë e Kulturës, thotë se sipas projektit të hartuar nga njësitë përkatëse akademike të Universitetit të Prishtinës, objekti I Teatrit Kombëtar është duke u rinovuar tërësisht që nga themelet e deri te kulmi. Punimet për zbatimin e projektit për restaurimin dhe konservimin e Teatrit Kombëtar të Kosovës kanë filluar në fund të muajit shtator në vitin 2024. Normalisht këtij procesi ka parapryer edhe procesi I hartimit të projektit zbatues për restaurim dhe konservim, që ka marrë një periudhë pak më të gjatë, duke pas parasysh ka qenë renovimi tërësishëm, restaurimi tërësishëm I objektit të Teatrit Kombëtar dhe këtë proces të hartimit e ka bërë Universiteti I Prishtinës me njësitë e veta akademike që ndërlidhen me të gjitha çështjet e procesit të restaurimit. Drejtoresha Shyti tha se për restaurimin e këtij objekti me KRS ka ndarë 7 milion euro. Punimet në objekt sipas saj pritet të mbyllen deri në fund të vitit 2025. Realisht si projekt është shumë I madh, sepse ka përfshin renovimin e tërësishëm, që do të thotë nga kulmi deri në themel gjithçka do të restaurohet, do të konservohet në Teatrin Kombëtar, me kontratën e cila është nënshkruar midis operatorit ekonomik dhe Ministrisë së Kulturës, parashihet që projekti të përfundojë brenda një viti. Ne po presim që deri në fund të këtij viti të përfundojnë të gjitha punimet dhe Teatrin Kombëtar të Kosovës ta kemi në funksion për të gjithë artistët dhe për publikun. Ndërkaq, Kushtrim Sheremeti, drejtori I përgjithshëm I Teatrit Kombëtar, thotë se pas renovimit, objekti do të shndrohet në një hapësirë funksionale për teatrin. Struktura nga jashtë do të jetë kjo e njëjta që është, përpos që e di që do të kthehen në origjinale edhe gurët e vjetër, të cilët kanë qenë pjesë e fasadës, do të përdoret një material të cilin për fat të mirë arkitekt ma kanë aprovuar si ide, do të përdoret një material që quhet korten, I cili rrin shumë mirë, edhe që sa më I vjetër që bëhet as më I bukur shkon tu duke u bë, domethënë I mbijeton kohës dhe bëhet më I vlefshëm dhe më I mirë për gjatë kohës. Salla do të mbetet ajo që është, përpos që do të rregullohet pika shikimit, edhe skena do të jetë ajo që përpos që do të modernizohet me teknologji të fundit, si nga aspekti I drejtësimit, si nga aspekti I cugave dhe gjërave tjera. Ndërsa do të kemi edhe hapësira tjera, edhe për realizim shfaqjeve të mbajtjes provave, do të kemi edhe një skenë teleskopike poshtë, që do të zaventësojë atë skenën e vogël që ka qenë këtu. Këtu ku jemi tash do të jetë edhe një aperitiv bar I cili do të jetë për foajeun edhe për vetë Teatrin Kombëtar të Kosovës, edhe për publikun e dashur, ku njerëzit përpos tjera mundën edhe me taku aktor kohë mas kohe, po mundën me qëndru, që pjesa me raport laptopin dhe me punu, në qetësi dhe me një ambient të mirë. Që nga pas lufta, objekti I Teatrit Kombëtar është renovuar disa herë. Për herë të parë është renovuar në vitin 2000, pastaj në vitin 2004, 2007, 2010 dhe në vitin 2015. Një renovim në nyjat sanitare, kanalizim dhe rrjetin elektrik ishte bërë në vitin 2021.